Vëllezër edhe motra të nderuara, dita e sotme, pra dita e Arafatit, edhe dita e nesërme, dita e Kurban Bajramit, janë dy ditë shënuara në fenë islame. Arafati që jemi sot, kuptohet Zoti i Gjithësisë i përcaktoi njerëzve ose i vendosi ato gjëra që janë obligative, siç është agjërimi muajit të Ramazanit, dhe pastaj kush kërkon më shumë edhe do të bëjë diçka më shumë, janë vendos ato që quhen synete ose gjëra suplementare, gjëra shtesë. Pra që don njeriu të bëjë diçka më shumë edhe të marrë shpërblime më shumë. Si në çdo ibadet edhe adhurim, edhe në agjërim është e njëjta gjë. Përveç muajit të Ramazanit, një nga ditët plus që njeriu kur ka mundësi, nuk e ka obligim, po dëshiron, është edhe dita e Arafatit. Dita e Arafatit ndahet në dy pjesë. Një pjesë shumë e rëndësishme për ato që janë aktualisht haxhin, që kanë shku për haxh. Vetë pejgamberi Muhammed a.s. ka thonë el haxhu Arafa. Tha haxhi është Arafati, pra esenca edhe dita e parë që fillon praktikohet shtylla e haxhit është dita e Arafatit, pra sot. Dhe në këto minuta që ne po flasim, ato të cilët kanë shku në haxh janë afër fushës madhe të Arafatit. Vetë fjala Arafe është më u njoft, më u taku. Mendohet, po nuk është se ka tekst qartë, po në librat e historisë islame tregohet që kur i madhi Zot e zbriti Ademin dhe Hawan, i zbriti në tokë, nga xheneti i solli në tokë. Ndoshta do kemi mirësinë ndonjëherë, është i libri i bukur që e ka bërë dietar shumë i madh, Urtësitë e mëdhaja, pse Zoti e zbriti Ademin dhe Hawan në tokë dhe nuk i lanë xhenet. Dhe automatikisht, duke zbrit Ademin dhe Hawan në tokë, edhe ne u krijuam në tokë. Qofse ato do ishin në xhenet, edhe ne do ishim në xhenet. Ardhja e njeriu në tokë, ky dietar i madh nxjerr shumë urtësi, po njëra më e bukur se sa tjetra, që ardhja në tokë ishte më e dobishme për njeriu se sa të rinte në xhenet. Sepse gjërat që përfitohen në tokë, dashuria e madhe e Zotit të Gjithësisë që përfitohet në tokë mbas veprave të mira, nuk u arrinte në xhenet. Kjo është ekstrakti i asaj, po ka gjëra shumë të bukura. Caktimi i madh i Zotit mbas gabimit që bëri Ademi dhe Hawaja ishte që kul nahbitu minha jami'a. Ta zbrisnin tokë. Por toka në krahasim me xhenetin ishte komplet diçka tjetër. Në xhenet çdo gjë është perfekt. Kurse në tokë është kjo që njohim ne. Në tokë po ishe larg, nuk takohesh dot. Dhe në kohën që e zbriti i madhi Zot Ademin dhe Hawan, nuk kishte celular që mund t'i bie celularit e ta dishe ku është tjetri, siç është sot. Siç ka qenë bota për shumë shekuj. Dhe mendohet që Ademi dhe Hawaja janë takuar në fushën e Arafatit. E një nga mendimet pse quhet vendi i njohjes është edhe sepse mendohet që është taku Ademi me Hawan. Dhe nuk ishte takim se sot nëse s'takohen dy persona s'prish punë, po nëse Ademi dhe Hawaja nuk u takonin, s'vazhdo të jeta në tokë. Pra po ta shikosh, vëlla dhe motër e nderuar, të begatofti i madh i Zot, çdo gjë ka lidhjen e vet. Vetëm ai që s'beson sot s'ka asgjë lidhje. Toka ka lidhje, sistemi diellor ka lidhje, galaktika jon është ndërlidhur, i gjithë universi është ndërlidhur, edhe jeta njerëzore është ndërlidhur,
çdo njeri ka ekuilibrin që i është saktuar jetës vet, kurse njerëzit vetëm që nuk e besojnë Madhin Zot thonë jo, çdo gjë është rasti. Dhe të besosh që çdo gjë është rasti, duhet të jesh besimtar i madh. Të besosh që s'ka i Zot që i ka bërë të gjitha këto dhe kanë ardhur rastisht, duhet të jesh besimtar i madh ta besosh këtë. Kurse të besosh që ka një autor të madh, një Zot gjithësie, që i ka kriju kaq në mënyrë perfekte, qoftë në makron e madhe të universit, po qoftë edhe jetën e njeriut, edhe ekuilibrat që ai kalon në stadiet derisa të ikë nga kjo botë, është shumë e thjeshtë ta besosh dhe prandaj 90% e botës besojnë që ka Zot. Se logjika e ka bërë shumë të lehtë Zoti, logjika, shikimi, dëgjimi, kur ballafaqohet me argumentet e të Madhit Zot, e ka shumë thjesht besoj. Dhe fusha e Arafatit, në të cilin sot haxhinët shkojnë, dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë, nga koha e Iles, elhamdulillah këtë vit i ka ra dhe xhuma, po nga koha e drekës, siç është koha që ne po presim thirrjet e ezanit, deri në perëndimin e diellit në akşam, ato që janë në haxh, në fushën e Arafatit, atyre lutjet i pranohen më shumicë. Prandaj pejgamberi Muhammed alayhis salam ka thonë lutuni në Arafat sa më shumë. Dhe për atë që e ka bërë haxhin e tij, për atë që s'e ka bërë, çuditesh ti jesh prezent se çfarë ndodh, miliona e miliona vet nga koha e drekës deri në kohën e akşamit, vetëm i përulen, vetëm luten, vetëm i përgjirohen Madhit Zot. Se Islam do të thotë, feja islame e ka parim të pandryshueshëm, që Islam do të thotë ti nështrohesh Zotit me dëshirë, dhe mbasi i nështrohesh Zotit, ti si nështrohesh mua si krijese që ekziston kushdo qoftë ajo. Esenca e Islamit është që njeriu e beson, edhe adhuron, dhe i bindet Zotit me dëshirë, dhe mbas Zotit s'njef më kërkon tjetër. Si Zot. Vetëm respekton patjetër njerëzit krijesat e Zotit. Ky është kuptimi, dhe njerëzit në Arafat luten shumë, dhe kush ka qenë prej nesh e din që ka përfituar shumë prej Arafatit kur është lut, sepse i Madhi Zot nuk i ka harruar të lutjet bekume. Është i vend që ndjehet besimi shumë. Edhe njeriu lutjet që i bën i sheh gjatë jetës vet që ato në mënyrë graduale ato pranohen. Pra sot që është Arafati, është dita e cila është shënuar në Islam, edhe nesër që është Kurban Bajrami nga ditët e begata. Vetë 10 ditë e para të Dhulhixhes janë ditët më të mira që ka vendosur Zoti në tokë për vitin, edhe kuptohet Arafati është, si më thonë, më e mira e këtyre ditëve të cilat vlerësohen shumë.